Dhe e fundit që t'ju lë sepse ju mora kohë, kjo atmosfera parazgjedhore në Kosovë që dolëm, përballje mes Kurtit dhe Osmanit, apo me thelb politik, si ju duket? Se kanë filluar nxjerrjen dhe sekrete, se unë do t'rregoj se çfarë ka ndodhur kur kanë biseduar këtu, por njëri po hesht, nuk e di si po të duket kjo përballje. E para duket si një divorc politik. Që nuk shkon mirë, jo divorc civil, një divorc që... politik. Po. Mendoj se nxjerrja e sekreteve, nëse mund të konsiderojmë kështu, nuk i bën der as njerit, as ish presidentes, as kryeministin detyrë, sepse në fundit kanë qenë aty për të përfaqësuar interesat e Kosovës dhe posti ju ka dhënë mundësi të kenë dhe të grumbullojnë edhe sekrete. Sugjerimi im do ishte që nëse kanë ofertë politike le ta bëjnë, nëse kanë një retorikë ose një referencë politike partijake le ta bëjnë, por hapja e sekreteve, përdorimi i sekreteve dhe i të dhënave shtetërore, pikë pari është ndaluar me ligj dhe e dyta është ndaluar me moral. Nuk është moralshme që ata të përdorin tani thikën mbas shpine kundër njëri tjetrit. Unë mendoj se kjo si fushat elektorale nisi si një përpjekje për bërjen ose mos bërjen e Vjosës presidente për mandat dytë dhe do vazhdoj si një betejë mes Vjosës si kandidate për lidere e opozitës edhe Kurtit si kandidat për kryeministër. Mendoj se zënia Osmani me gjithë angazhimin e saj po përpiqet dhe besoj do t'i ofrojë një mbështetje goxha të mirë Lidhjes Demokratike të Kosovës, por jo të mjaftueshme për ta bërë parti të parë në Kosovë. Do t'i çojë vota Osmani LDK-s mendon? Besoj që po, sepse edhe të pakënaqurit në një farë mënyrë janë të pakënaqur ose të mërzitur me Osmanin, por janë shumë të zhgënjur themi me Kurtin, kështu që vota deri diku gri do të anojnë nga Osmani, ndërsa Kurti po cimenton edhe po rimbledh votën e tij të pak kohëve më parë dhe besoj që nuk është se do të ketë ndonjë humbje shumë të madhe. Mbas sa shoh tani fushatën, çdo gjë e qartë, e shohim në dinamikë. Deri në 7 qershor. Po deri në 7 qershor kemi 2-3 javë përpara. Faleminderit shumë që ishit këtu. Në zotë Çeku isha me Arben Çeku.